Ajo kishte frikë nga dhimbje të gjatë lindjes dhe planifikonte të bënte epiduralen. Ë? Është futur, nuk e di, në klinikat tona, në Po, ka spitalet tona, vite, ka vite. opsioni i gazit i të qeshur, ë? Apo Ja, azoti, se ja. e kam dëgjuar që edhe në për klinika stomatologjike përdoret, pakën edhe tek fëmijët. Ju e dini, besoj. Do t'ishte i rekomandueshëm, ka vlerë, ka kuptim, bën sens, të ndihmon, na tregon pak. Unë kam punuar në një institucion shtetëror ku përqindja e lindjeve ose numri i lindjeve në ditë ishte vërtet i lartë. Ëh. Që do të thotë ti e ke shumë pak luksi në thonjza për të menduar dhe për patjetër që epiduralia është e rekomandueshme, është e aplikueshme, aplikohet kryesisht në paciente të cilat mbasi është instaluar ai aktiviteti i rregullt të lindjes, por unë them mbi të gjitha Almir që një grua duhet të jetë detyra dhe puna jon kryesore nuk është momenti përballjes pacientit me lindjen. Detyra ime dhe atë gazin çuditëbërës unë duhet ta instaloj te pacienti ato 9 muaj që e ndjek. Pacientës duhet dhënë gjithë informacionet, duhet shpjeguar gjithçka e mundshme, sepse pacientja duhet vije e përgatitur psikologjikisht, shpirtërisht. Pacientët të cilat e kanë të mirë përcaktuar këtë gjë, patjetër kjo nuk është kaq e thjeshtë por pacientët të cilat e kanë të qartë ndjesinë dhe vinë me ndjesinë që unë do ta bëj vetë fëmijën. Më beso, mbasi kalojnë çdo dhimbje, buzëqeshja nuk ju mungon.